hajde të flasim. Sa televizori në dhe kapën. Apo i e bankës. Kemi 7 muaj pa na xhiruar lekët e pagave kompania bankës. Për të tjerë, për punonjësit e tjerë, për operator, për mekanik, për të gjithë ka lek, për neve s'ka. Njëkohësisht jemi vënë ndjeni edhe nga rrjetet sociale që këta kanë hapur llogaritë të dyshimta jashtë shtetit, me ato para i marrin për vete, nuk e di se çfarë bëjnë, çfarë shlyen i çojnë kin, neve pa rroga. Sa punonjës jeni? Ne sot aktualisht jemi 120 punonjës, kemi qenë 380 punonjës, në janar u bën shkurtimet, kemi ngelur kaq sa thash. Çfarë ka ndodhur me punonjësit që janë shkurtuar? U është thënë që për efekt u shkurtuan ajo, po, ata që ashtu janë larguar, përfitojnë asistencën sepse u shkurtua vendi punës. Ne kemi në punë tani, duam pagat. Gjatë këtyre muajve keni marrë kontakte me kompani, çfarë ju kanë thënë? S'kemi lek. Do t'u japim, na gënjejnë, na mashtrojnë, do t'i xhirojmë muajin tjetër, do t'i xhirojmë për 20 ditë. Aktualisht kemi ardhur deri sot sepse na kanë premtuar që deri datën 10 do të xhirojmë lekët. S'kan xhiruar lekët, erdhëm këtu në protestë. Çfarë do të bëni pas kësaj? Ne do vazhdojmë protestën ditë për ditë derisa ata na xhirojnë lekët. Turni një turn atje punën do ta vazhdojmë, njëri turn do rim punë, turnet e tjera që dalin pushim do vinë të bëjmë protestën këtu. Kërkojmë ndihmë nga shteti. Po dhe shteti më duket mua sigurisht që pafuqishëm se shteti ka borxhe vetë këta. Këta i kanë borxh shtetit, kur i thonë. Sa vite keni që punoni këtu si punonjës sigurie? Unë kam 10 vite që punoj te kjo firmë. Është hera e parë që na ndodh ky problem dhe jam dhe banori i kësaj zone që ne kemi dhe gazin aty që është herë e keqe shumë, nuk e durojmë dot. Prandaj edhe ju si gazetare, u jemi drejtuar dikur që keni ardhur ndaj keni parë gjendjen, por sot është akoma më e vështirë gjendja, se fëmijët unë i kam në shkollë. Jam vetë që punoj vetë forcë punëtore dhe jam kreditor dhe në borxhe. Kemi 7 muaj pa marrë lekët. Çfarë mund të themi me një familjar 7 muaj pa marrë rrogën, fëmijët në shkollë, vetë me pension dhe me zemër. Si do të gjejmë do ilaçe? Fëmijë, po ndihmo. Shteti ore pushore. Masa. Asistencat ande nuk na japin për çdo gjë. Çfarë do themi ne me rrugë cop. Kompania Bankers është në problematikat e veta. Nëse do të shkojë drejt falimentine dhe kërkohet shkurtimi i punës, do të pranoni asistencën? Po si mund të rrojmë me një asistencë? Kur këta të bankës të kanë për detyrë të na japin atje erën e gazit, kemi bërë dhe protesta më përpara. Ç'na kanë bërë? Asnjë s'na kanë dhënë. Përse na kanë ngelur në kavajt të thika këtu në Kurmaz më modra. Të diskriminuar? Shumë fare jemi. Dakor. Gruan e kam sëmur. Vetë sëmur me tensione me zemër. Ku do t'i gjejmë 20.000 lekë ilaçe muaj për muaj? Për vete vlas. Po për fëmijët që i kanë shkollë. Çfarë do të themi? Shteti s'ka ndihmor, s'merr masa. Domethënë nuk ka shtet për mua aty. Jam detyruar të ikim. Hajde tha e di Rama nga Greqia këtu. Erdha unë. Çfarë fitova? Të furin që kam 7 muaj pa marrë lekët. Çfarë do të themi tani? Gjithë institucionet edhe asnjë lëvizje akoma nuk kanë xhiruar lekë. Kështu që jemi mbledh këtu dhe do mbledhemi javë për javë derisa ka lëvizje. 7 muaj pa paga, si ja keni bërë? Po çfarë bëjmë? Me borxhe, kemi marrë borxhe, kemi marrë overdraft, jemi tërë të kredur nëpër banka. Me kredi jemi të gjithë, si të gjithë shqiptarët. Kemi Presim që kalamajt ketë një shkollë, ndryshim. duam lekë për shkollë kalamajt. Keni ndonjë shpresë në një kohë që kompania Po çfarë shpresë derisa kemi ardhur, derisa kemi ardhur këtu i kemi humbur shpresën. Nuk e di tash media. Shpresat ishin deri më sot, dhe erdhëm domethënë sot që u paraqitëm këtu, kemi humbur shpresën. Po do t'i përdorim në momentin, domethënë pas këtyre do vazhdojmë edhe procesin ligjor e gjitha. Një apel që keni për punonjësit e bankës për kompaninë bankës, neve apeli që kemi, duam lekët, duam pagat. Jemi 7 muaj, s'kemi më tani, domethënë edhe familjarët e të tjerë që na kanë huazuar paga, na kanë huazuar lekë,
s'kan mundësi dhe ata të na mbajnë më me borxhe. Se kemi 7 muaj. 7 muaj pa paguar. Po. S'kemi protestuar më parë. Po sepse kemi ecur me shpresë, kemi mashtrime, domethënë vetëm mashtrime që ata na japin vetëm mashtrime, do t'u japin për 20 ditë, do t'u japin për 10 ditë, për 15 ditë, filan datë do t'u japin. Kemi ecur me shpresën se do marrim diçka. Tani ata i kanë marrë lekët e tyre, punonjësit e bankës i kanë marrë lekët e tyre, neve nuk na kanë dhënë. Neve ndihemi të diskriminuar tani. Sepse një pjesë të marri dhe një pjesë mos të marri, neve jemi siguria e tyre dhe prapë s'kemi marrë lekë. Ndërkohë jeni të vendosur të vazhdoni dhe protesta dhe punën paralelisht. Po, normale, sepse domethënë jemi njerëz dhe nuk mund ta lëmë punën përgjys. Sepse do marrim diçka. Na kërcënojnë me, domethënë duke na shkurtuar vendet e punës nëse ne kërkojmë lekët, na thonë që të heqim dorë nga pjesa e mbetur e pagesave, edhe të vazhdojmë punën. Por ky është kërcënim, tani neve borxhet që kemi marrë me çfarë do t'i lajmë. Jemi të gjithë me kredi, me fëmijë, me borxhe, marrim njëri tjetrin, po derisa do arrijmë çunën. Do na ndihmojnë të shpëtojmë. Pra tentativat i keni bërë vazhdimisht gjatë këtyre 7 muajve për të 7 muaj kërkojmë ne për kush na jep lekë, asnjë s'na japim dot. Ne diesën tonë kërkojmë. Jetë kanë mashtruar, na kanë mbajtur me shpresë, jo do t'i japim për 20 ditë për data 10, data 10. Data 10 presin ne pas kalë. Do 7 muaj ne pa pa. Edhe s'kemi për përballë. Apeli juaj? Apeli jo ne pagën ton kërkojmë. Ashtu si bëjmë punën, do dhe para tonë. As janë më tepër. Do vazhdoni të punoni pa marrë pagat? Po ne ku të ta mbledhemi. praktisin punën? Si thoni ta praktisin? Pra sot është data 10 dhe ishte paraleluar që do të paguheshin. Ditë për ja, ditë, se javë s'kemi. për javë. Nëse nuk do të paguani as sot, çfarë do të bëni? Po do bëjmë ne, se ti unë tani para tona duam, edhe jemi në rregull me kompanin. Ndërsa i kemi bërë punën dhe do ta bëjmë punën, dhe do të na pagojnë. Si paguajnë me kompaninë. Ne jemi ngritur në protestë. Ne s'ko kërkojmë asgjë atje më tepër, ne ham gazin e dyshë atje. Kemi bërë protestë edhe më përpara. Kurse ata të zonës atje si familje që nuk do ta përsërisim kontratën e punës. Po tash E kemi kontratën e për punës. këto fitojmë vjenë, po të herë në fakt kemi rënë dakord.